5 gabimet që nuk po ju lejnë të humbisni në peshë. Humbja e peshës nuk është diçka e lehtë, kërkon punë të palodhur, përkushtim, motivim të fortë dhe ndjekjen e një plani të funksionojë më mirë për ju. Pavarësisht nëse po keni filluar të ndiqni planet tuaja për të rënë nga pesha dhe keni të vështirë të humbisni kilogramet e tepërt, kjo mund të vijë edhe për arsye të ndryshme. Në këtë video do të listojmë zakonet të këqija nga të cilat duhet të hiqni dorë menjëherë nëse doni që të përshpejtoni rezultatet. Nuk po kontrolloni ushqimin që konsumoni. Nuk duhet të konsumoni sasi të tepërta të ushqimit. Kontrolli i tij duhet jetë parasor. Anashkalimi i vakteve bën të mundur që të keni më të vështirë humbjen e peshës. Nëse konsumoni pije me tepër sheqer, do ta keni më të vështirë të dobësoheni. Nuk po pushoni mjaftueshëm dhe jepni përparësi ushtrimeve dhe jo ushqyerjes. Këto janë gabimet që ndikojnë edhe në vështirësinë e rënies nga pesha.